nderuar prindër, nderuar pjesëmarrës, nderuar bashkëdhetar. Mirë se vini në këtë ditë të shënuar për komunitetin tonë. Si organizime shoqërore dhe tërësisht vullnetare, Shoqata Alba dhe Centro Kulturare Oda kanë në programin e tyre zhvillimin e veprimtarive kulturore e artistike të përkohshme e të përhershme në dobi të komunitetit tonë dhe integrimit në shoqërinë ku ne jetojmë. Ndër më të rëndësishme, padyshim, është edhe prioriteti për të rihapur shkollën 7 Marsi, të ndërprerë përpara 2 vitesh, dhe për të hapur shkolla të tjera për mësimin e gjuhës shqipe e fëmijëve të lindur në emigracion, si veprimtari të përhershme. Të mësojnë fëmijët gjuhën italiane është krejt e natyrshme. E domosdoshme për të përgjigjur realitetit ku ne jetojmë, ndërsa të mësojnë fëmijët gjuhën shqipe është diçka më shumë se vetëm një komuniteti me të afërmit tanë. Gjuha jonë ka qenë faktori numër 1 i identitetit tonë për njohjen si kombë nga organizmat ndërkombëtare. Ndaj mësimi i saj i ka përcjell kufijin të një komunikimi të thjeshtë dhe mbajtja gjallë e kësaj gjuhe si institucioni më i madh kulturor është dhe një detyrë e jona ndaj kombit tonë. Përgjegjësia personale tani për fëmijët është e tillë që nuk kanë një kuptojnë rëndësinë që ka mësimi i saj, por të rriten dhe të kuptojnë se kanë bërë diçka të vlefshme për të fiksuar në kujtesë jo vetëm thjesht gjuhën, por edhe njohuri në të gjëra. Kështu, objektivat tona të fiksuara do të jenë ato që do t'ju elenjojmë poshtë. Së pari, mësimi i gjuhës sonë të lexuar dhe të shkruar në lëndët gjuhë e letërsisë. E dyta, për të zgjeruar njohuritë, por edhe për të perfekcionuar sa më mirë gjuhën, do të zhvillohen edhe lëndë të tjera shoqërore, si histori, gjeografi, art e tjera. Kështu do të njihen me territoret, kufitet gjuha jonë, me gjenezën e kombit, me relievin, pasuritë natyrale, emocionet naturale, qytetet kryesore, zhvillimin ekonomik e kulturor të trevave shqiptare në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Maltëzi dhe Çamëri. E treta, gjatë orës së mësimit do të organizohen edhe orë të tilla ku fëmijët do të zbaviten dhe edukohen njëkohësisht. Përmes edukimit muzikor e vizatimit, nxënësit do të argëtohen edhe të marrin njohuri për folklorin, kulturën në përgjithësi, gjatë periudhave të ndryshme historike, të traditat, zakonet, etnografinë, veshjet, kostumet popullore e tjera. Për organizimin e veprimtarisë sonë mësimdhënëse, fillimisht do të punohet në një grup të përbashkët, sa për të bërë moto. Pastaj mësimi do të zhvillohet në 2 grupe ose edhe me 3, duke pasur parasysh veçoritë e moshave dhe aftësitë e nxënësve. Është rasti të përgëzojmë Shoqatën Alba dhe Centro Kulturare Oda për mbështetjen e këtij projekti. Falenderojmë publikisht imprenditorin Edmir Çekrezi, vëllain dhe motrën e tij, që na mundësuan gjetjen e ambientit dhe zhvillimin normalisht të mësimit. Falenderojmë gjithë drejtuesit dhe aktivistët, e veçoj veprimtarin e palodhur e të përkushtuar Petrit Aliaj, që siguroi tekstet shkollore për të gjithë nxënësit e regjistruar, por edhe për ata që më vonë mund të bashkohen në veprimtarinë tonë të bukur shkollore. Mbetemi me shpresën se do të kemi një bashkëpunim të hapur, të pastër e të sinqertë me të gjithë komunitetin dhe kryesisht me prindërit e fëmijëve që do të ndjekin mësimin pranë kësaj shkolle. Në punën mësimore do të kemi mësuesi Giuliana Barti, dhe Nguel Shabaku. Jam edhe unë Landa Gjoni. Tani, fëmijët e zëmbën atje ku ishin. Kemi dhe një